Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj deklaratave të kësaj të diele të kryeministrit Edi Rama, i cili u shpreh se protestat mund ndikojnë negativisht në turizëm. Përmes një videomesazhi të publikuar në rrjetet sociale, Berisha deklaroi se kjo lëvizje qytetare do të arrijë qëllimin e saj, që sipas tij është largimi i kreut të qeverisë. Ai sot në monologun e tij u rrek përsëri të fajsoj protestën për turizmin, madje solli edhe shembuj të agjensive që protestojnë. E vërteta është se antimitingjet e Rams, por dhe të noj agjensie, janë të tëra akte antidemokratike, mbasi armiku numër 1 i turizmit në Shqipëri, sot për sot është Edi Rama. I jep dorëheqjen që të vinë turistët. Berisha theksoi se pjesë e protestës janë edhe shqiptarë që nuk jetojnë më në vend, pasi sipas tij janë detyruar të largohen. Në protest ka dhe do ketë banor, qytetar, shqiptar që nuk banojnë në Shqipëri, që banojnë në Kosovë, Maqedoni, por që banojnë në mbar Europën dhe botën. Shqipëria është dheu i dashur i tyre dhe ata përjetojnë me dhimbje të madhe dramën e tmerrshme që i krijove këtij vendi duke përzan nga Shqipëria si me platformën e Vasor Trubullovicit 2 herë më shumë se sa serbët në Kosovë, duke përzënë vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian 1.100.000 shqiptarë në 10 vite. Ndërkohë thirrjet e protestuesve, të cilët kërkojnë edhe ndëshkimin e tij, kreu i demokratëve i injoroi. Gjithashtu ai bëri thirrje kryeministrit Rama të marrë parasysh mesazhet e të rinjve, duke shtuar se sipas tij dorëheqja e kryeministrit është e vetmja mënyrë për të rritur numrin e turistëve në vend.